në natyrën e opozitës që në kushtet kur certifikohet procesi zyrtar, të cilin ajo sipas pohimeve paraprake nuk do ta njohë, të ketë një reagim më të strukturuar, edhe më demokratik. Demokratik nuk është se i mungonte, sepse në natyrën e vetë opozita të protestoj për çdo gjë, por nga pikpamja e konjunkturës duhet të maksimalizoj vëmendjen kur kryen një aksion politik ose një akt politik. Në rastin konkret nuk mendoj se i ka fituar këto gjëra dhe nuk ka marrë atë vëmendshmëri që do duhet të merrte një pretendim kaq ambicios sa është ai për të ashtu quajtur masakrë zgjedhore. Dhe masakra zgjedhore fokusohet aq më tepër edhe tek vota e diasporës. Ervin, rikthehem tek ti. Çfarë prodhoi kjo votë e diasporës? Cilat ishin pretendimet e demokratëve për votën e Greqisë dhe qartazi, sikurse e përmende pak më herët, çfarë solli ajo në vëmendje dhe a e zbuloi këtë pretendim deri në maksimumin e saj? Vota diasporës për hir të vërtetës së rion duket se konfirmoi një klasë politike e cila ka drejtuar vendin më themi për gjatë këtyre viteve që nga rënja e komunizmit. Konfirmoi si forcë të parë pëlqyese Partinë Socialiste, forcë të dytë pëlqyese Partinë Demokratike, por i dha një konfirmim shumë të fortë Partisë Socialiste në numra mbështetëse dhe në fletë votimi, duke kapur nivelin e mbi 800.000 fletëve votimi total, qofshin brenda vendit apo jashtë vendit. Një numër cilën që Partia Socialiste nuk e ka arritur asnjëherë si forcë vetme politike, dhe me sa duket ose strukturat e Partisë Socialiste kanë bërë një punë, më themi, deri diku të shkëlqyer sa i përket, më themi, patronazhimit pozitiv të elektoratit jashtë vendit, ose, më themi, diaspora ka qenë e zëllshme për votuar Partinë Socialiste. Sigurisht, mënyra se si u zhvillua ky votim diaspore me post, me regjistrim online, duket se avantazhon më shumë, më themi, subjektet e mëdha politike, të cilat vetveti u konfirmuan edhe me numrin e fletëve që kanë marrë. Por gjithsesi, Partia Demokratike është ajo e cila e kundërshton më fort procesin e votimit nga jashtë, sidomos për Greqinë, duke nënvizuar që të dhënat mbi zarfet, mbi fletët e votimit, mbi proces verbale të kutive votimit tregojnë qartë që sipas tyre është një proces i manipuluar ku në shumë zonat zgjedhore, Berat, Fier, sidomos ka kuti të cilat shkojnë deri në 95% në favor të Partisë Socialiste dhe 5% jo të PD-s, por të alternuar ndërmjet Partisë Demokratike dhe subjekteve të tjera garuese dhe ku sipas tyre pas e një trendi të tillë i cili arrin gati në 100% të votave pro Partisë Socialiste, duket se është dëshmi e manipulimit të procesit. Gjithsesi, gjithë pretendimet e Partisë Demokratike janë ende në fazën e deklaratave, pasi nuk ka ende një hetim konkret apo nuk ka ende të dhëna konkrete sa i përket dyshimit të krijuar prej tyre që ky proces mund të jetë i manipuluar. Sa kohë që edhe fletët e votimit nga Greqia janë duke numëruar dhe duke tabeluar së bashku me pjesën tjetër të rezultatit të zgjedhjeve qoftë nga shtetet e tjera në mban botës apo qoftë brenda vendit. Dhe tashmë e përmendëm pak më para, sido që të shkonin fletët e votimit nga Greqia, rezultati nuk do ndryshonte, pasi ishte, si themi, konfirmuar me votat e shteteve tjera me votat brenda vendit. I vetmi qark i cili duket se do shkojnë mbështetje për Partinë Socialiste në qarqe që ato ndjeheshin më të dobët karshi demokratëve, sepse sikurse na sollën në vëmendje të paktën votat e numëruara deri tani për qarkun e Lezhës tregojnë që mbështetja për mazhorancën është më e ulët se sa ajo për opozitën, sikurse janë bastionet e tjera të konfirmuara deri tani. Thjesht një saksim, në qarkun Kukës, Partia Demokratike ka dalë forcë e parë me votat e diasporës, në qarkun Shkodër gjithashtu ka pasur, më themi, një epërsi të lehtë, në qarkun Lezhë, votat e diasporës po japin avantazh Partisë Socialiste, avantazh i cili mund të çojë deri në ndryshimin e rezultatit, pra duke kthyer këtë qark në favor të Partisë Socialiste dhe jo Partisë Demokratike. E përdor këtë term pasi qarku i Lezhës është numër 8, ka numër 8 mandate, 7. Dhe ai subjekt politik që ka numër më të madh votash merr mandatin e 4. Pra nëse Partia Socialiste do arrit kaloj Partinë Demokratike me numër votash, do arrit marrë mandatin e 4. Dhe kjo duket se do të jetë vendimtare nga votat nga jashtë vendit, sidomos votat e Greqisë, pasi deri në mëngjes në sotëm diferenca ndërmjet socialistëve dhe demokratëve ishte avantazhi PD-s me 866 vota. Numri mjaftueshëm për të caktuar 4 deputet në favor të PD-s
dhe 3 në favor të PS-s. Por numrimi deri tanishëm këtë avantazhe ka ngushtuar ndjeshëm dhe duket se rezultati do shkojë me foto finish, pra do të shihet ke grushti i fundit votave se kujt do t'i takojë mandati i qarkut Lezhës. Nëse flasim pastaj për mbështetje zonave tjera zgjedhore, votave nga Greqia janë, mund të themi, mas dërmuese pro Partisë Socialiste, si në Fier, si në Vlorë, si në Berat, si në Qarqe, si në Elbasan, gjithë si në Korçë, janë zona zgjedhore të cilat në mas kanë mbështetje për Partinë Socialiste, sidomos votat e Greqisë. Dhe mbi këtë pretendim, mbi këto fakte, duket se Partia Demokratike ka ngritur dhe dyshimin e saj që këto procese apo këto vota të ardhur nga Greqia kanë qenë jo të rregullta, duke ngritur pretendimin që fletët e votimit janë marrë në dorë nga persona të tretë, janë plotësuar nga persona të tretë dhe më pas janë kthyer në Shqipëri. Dhe si argument ka një element që deri diku mund të duket interesant. Në javën e parë e kthimit të fletëve të votimit nga Greqia, ka pasur numër shumë të ulët fletësh. Realisht shumë të ulët, 6.000 fletë mos gabojmë. Ndërsa në javën e fundit numri nga 6.000 a shkoi në 53.000. Dhe sipas demokratëve, kapërcimi i numrave kaq të lartë në Greqi ngre pretendime se ato mund të jenë mbushur, duke cituar në këtë moment fjalët e tyre, të mbushur nga patronazhistët e Partisë Socialiste. Dhe në këtë, më themi, akuzë të tyre, ende nuk kemi, më themi, një fakt konkret mbi cilin të ngrej pikpyetje mbi legitimitetin e procesit të numërimit të votave të diasporës. Gjithsesi, Erion është një element që besoj duhet mbajtur në konsiderat. Deri në mëngjesin e sotëm, para se të hapeshin kutitë e Greqisë, ne kishim tabulim para prag të rezultatit të zgjedhjeve. Çka do të thotë që çdo votë që do përfshihet sot në tabulimin e rezultatit të zgjedhjeve, qoftë edhe për votën e diasporës, në çdo momenti mund të zbritet atij të mëngjesit të sotëm, ku mund të themi në rast se do ngrihet dyshime për parregullsitë të procesit të votimit dhe numërimit të votave të Greqisë, sigurisht që ekziston një rezultat para prag që e përcakton sa ka qenë ky numër edhe pa 53.000 votat e Greqisë.